Erozioni është duke dëmtuar gjithmonë edhe më tepër zonën e pyllit të Sodës në plazhin e vjetër në qytetin e Vlorës. Uji i detit ka avancuar në brendësi të pyllit të Sodës duke marrë sipërfaqe të cilat dikur shërbenin edhe për të bërë plazh. Në zonë sheh padyshim pemë të cilat janë të rrëzuara dhe që ndodhen në breg të detit pikërisht për shkak të erozionit. Sipas specialistëve të mjedisit, ajo që duhet bërë është ndërhyrja e mbjelljes së pemëve të reja për të minimizuar këtë fenomen. Erozioni po shkatron pyllin e Sodës në Vlorë, mungojnë ndërhyrjet për mbrojtjen e zonës. Erozioni vijon të jetë një nga problematikat më shqetësuese për pyllin e Sodës në qytetin e Vlorës. Prej vitesh uji i detit ka avancuar ndjeshëm në brendësi të pyllit duke dëmtuar ekosistemin dhe duke shkaktuar rrëzimin e 10 pemëve. Pamjet nga terreni tregojnë qartë pasojat e këtij fenomeni, ndërsa tokat pyjore po humbasin çdo ditë më shumë sipërfaqe përballë forcës së detit. Megjithëse situata është shqetësuese, deri më tani mungon një projekt konkret apo ndërhyrje e qëndrueshme për të frenuar erozionin. Specialistët e mjedisit theksojnë se mbjellja e pemëve të reja dhe krijimi i një brezi mbrojtës bregdetar mund të jenë masa efikase për stabilizimin e tokës, por theksojnë se nevojitet një strategji afatgjatë dhe investime serioze për të ruajtur këtë pasuri natyrore. Pylli i Sodës është një ndër zonat më të rëndësishme të gjelbërta në Vlorë dhe ka një rol të madh ekologjik e turistik. Humbja graduale e tij për shkak të erozionit përbën jo vetëm një rrezik mjedisor, por edhe një humbje për komunitetin lokal dhe gjithë qytetin.